Këshilli Bashkiak i Vlorës u mbledh pak ditë më parë për të diskutuar tarifën e plazheve. Atir Hoxha, këshilltar bashkiak, thotë se në tryezë erdhi një projekt vendimi i cili propozonte që tarifa të ishte 700 lekë. Tarifë kjo e kundërshtuar menjëherë nga këshilltarët e opozitës. Hoxha saktëson për qytetarët se ky projekt vendimi nuk është miratuar, por ka mbetur si propozim dhe do të diskutohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të muajit prill. Tarifa që kërkon Bashkia e Vlorës të vendos për plazhet, sipas Hoxhës, është tepër e lartë pasi qytetarët paguajnë gjatë kohës në çdo vit për këto plazhe në taksën e pastrimit, por edhe bizneset gjithashtu. Për plazhet, Hoxha mendon se duhet vendosur tarifa prej 500 lekësh, e cila është më e favorshme dhe Këshilli Bashkiak sipas tij duhet të respektojë dhe ata anëtarë të Këshillit Socialist që votuan për këtë tarifë. Hoxha thotë se ky projekt vendimi është hartuar për arsye klienteliste. E para njerë unë dua të bëj një saktësim këtu, sepse ka pasur një abuzim dhe shikoj shpesh edhe tentativat, ndofta nuk mund të konsideroj dashakejse, po tentativa për të bërë lajm me të pavërteta. E para njerë ky projekt vendim nuk ka kaluar në Këshillin Bashkiak. Pavarësisht se administrata ekzekutive e Bashkisë ka paraqitur një projekt vendim për të tarifuar plazhin publik me një vlerë 700 lekë ose 7000 lekë të vjetra, ne kemi pasur një debat dhe unë personalisht kam mbajtur qëndrimin që këto plazhe do duhet që të ngelen absolutisht publike, pa pagesë. Insistoj dhe e theksoj që këto plazhe duhet të mbeten publike pa pagesë. Është e pakonceptueshme që në një qytet si Vlora, kur pothuajse gjithë hapësira e plazheve tashmë i nënshtrohet kontratave, partneriteteve, investimeve strategjike, edhe ai pak plazh publik që kishte ngelur, Bashkia Ekzekutive, kryetare e Bashkisë, zonja Mersini, tenton nëpërmjet Këshillit Bashkiak t'u japi klientëve të saj. Në këtë mbledhje që ne kemi lënë pas dhe që për fat keq thash edhe një herë, ka një dezinformim ose një paqartësi edhe për qytetarët, nuk është miratuar një tarifë 5000 lekë, sepse kam parë shpesh që thonë që është miratuar. Ka ardhur një propozim nga një këshilltar opozitar, për cilin ne kemi tentuar për të dhënë, për të kuptuar edhe qytetarëve që pavarësisht se këta japin argument që duhet të tarifohet, pse duhet të jetë kjo shifër, sepse shifra për 7000 lekë, ashtu siç edhe kemi argumentuar, ishte shifra maksimale e tarifimit. Por thash edhe një herë, kjo shifër nuk është miratuar dhe ne, edhe në mbledhjen e ardhshme, e cila do të riparaqitet përsëri ky projekt vendim, ne do të mbajmë qëndrimin që ky plazh duhet të jetë pa pagesë. Duhet të jetë një plazh i cili duhet të shërbejë qytetarëve të Vlorës, siç u ka shërbyer deri sot dhe nuk ka pse të tarifohet. Në të njëjtën kohë, theksoj që qytetarët e Vlorës paguajnë për këtë plazh, paguajnë për mirëmbajtjen, për pastrimin, për gjelbërimin e të tjera si këto. Për këtë arsye mendoj që qëndrimi jonë është i qartë, është i pastër. Ne do të vazhdojmë të insistojmë që ky plazh të mbetet pa pagesë. Këtu dua të ritheksoj arrogancën, kokforcinë, mosdakordsinë me Këshillin Bashkiak, midis të cilëve edhe këshilltar socialist, të cilin gjen kryetare e Bashkisë, sepse mendojnë që edhe Këshilli Bashkiak është një institucion në varësi të saj, e cila nuk është e vërtetë, sepse këto janë dy institucione të pavarura. Këshilli Bashkiak ka element kontrollues ndaj ekzekutivit, është Këshilli Bashkiak ai i cili vendos se si do duhet të jenë të orientuara politikat e ekzekutivit. Është për të ardhur keq që edhe ai pak plazh, thash edhe një herë, tentohet për të dytën herë, pas pak ditësh në datën 30 do të jetë mbledhja e dytë e Këshillit Bashkiak për të muaj, në të cilin përsëri ekzekutivi do të insistojë duke denatyruar, duke ofenduar edhe ata këshilltarë të cilët pretendonin që çmimi prej 7000 lekësh nuk ishte çmimi adekuat ose çmimi më i mirë i mundshëm për tu aplikuar, por ishte çmimi 5000 lekë. Edhe për këtë Bashkia do të detyrojë që të vinë në mbledhjen e datës 30 për të votuar përsëri çmimin i cili është përcaktuar nga ekzekutivi. Nuk është çmimi i cili ka një kosto, po themi, financiare për të cilën nuk mund të shmanget, por është vetëm dëshira për të grabitur përsëri dhe atë pak plazh publik që ka ngelur, duke cilësuar tashmë plazh publik, por me pagesë. Pritet me mjaft interes mbledhja e Këshillit Bashkiak të muajit prill, e cila do të zhvillohet në datën 30 për të parë edhe qëndrimin që ky institucion do të mbajë në lidhje me tarifën e plazheve.